Mos u bëni pesimist ndaj mëshirës së Allahut, me të vërtetë që Allahu i fshin të gjitha gjunahet. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala fshin çdo gjë, madje edhe shirkun i dhujtarin. Nëse besimtari apo besimtarja pendohen në mënyrë të sinqertë dhe kthehen në rrugën e drejtë. Po kështu Allahu duke lavdëruar besimtarët e mirë, thot, ata cilët kur e bën një vepër të turpshme apo i bën padrejtësi vetëve të tyre, i kërkojnë falje Allahut për gjunahet e tyre dhe nuk janë këmbgulës në ato vepra të këqija. Pra më njëherë kur e bëjnë gjunahun e madh, atëherë kujtohen, bëjnë istighfar, pendohen tek Allahu xhalla wa ala dhe tregojnë vendosmëri për të mos u kthyer më në atë vepër. Pra besimtari i mirë, besimtari i devotshëm ndonjëherë rrallë mund të bjerë në gjunahun e madh, por pendohet dhe nuk e bën atë vazhdimisht për herë tjetër. Dhe nëse e bën përsëri, pendohet duke patur një lloj vendosmërie dhe dëshire që të eci në rrugën e drejtë, në rrugën e cila është bindje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Sikurse e tham që me toben, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili pendohet është sikur nuk ka gjunah fare. Dhe për këtë arsye ai i cili pendohet me toben e sinqertë, është e sigurt që Allahu i lartësuar ja ka fal gjunahet. Ose të paktën gjunahun për të cilin ai ka bërë pendim të sinqertë.